Zoti Pejta, ju derisa keni qenë kryetari i Gostivarit në atë periudhë, kur ishit pjesë e BDI-s, keni pasur një strukturë bukur të shtrirë si BDI në Gostivar. A besoni se ata aktivistë tani mund t'i riktheni sërish për të votuar për ju si kandidat i Gostivarit? Po, unë besoj se mos them gjithë, po shumica e votuesve dhe aktivistëve do votojnë për mu. Se unë asnjëherë nuk e kam kritikuar kryetarin Ali Ahmetin. Asnjëherë nuk i kam ofenduar votuesit e mi dhe antarët e mi. Ofendime rënda ndaj votuesve të BDI-s, edhe antarëve të BDI-s, edhe ndaj liderit të BDI-s ka bërë Arben Taravari. Ka thënë fjalë aq të rënda që nuk mund t'i thotë një njeri që ka pak mend, që është pak normal. Njeriu që mirën me politikë, nuk mirën me politikë për ta ofenduar tjetrin që ka mendim ndryshe, po mirën me politikë për ta përmirësuar gjendjen e qytetarëve. Dhe votuesit e BDI-s nuk i lidhen asgjë me Taravarin dhe kandidatin e tij. Votuesit e BDI-s i lidhen qyteti i Gostivarit. Ato do votojnë për të mirën e qytetit të Gostivarit, që Gostivari të bëhet qytet ashtu si i takon, edhe të krenohen me qytetin e vetë.